popi. Ditën e dytë kishim më saktë përballje rap battles dhe DJ. Dhe reperi që fiton ka një spot, ka një hapësirë në festival në darkë, krahas emrave siç është Buta, Marini, e shumë emra të tjerë, kryesisht artistësh të rinj. Shiko, ne kur menduam për line-upin, kishim mundësinë të merrnim dhe DJ shumë herë më të njohur ose reper shumë herë më të njohur, qoftë dhe shqiptar, po edhe të huaj, se sot janë gjitha mundësitë. Siç e kemi parë që në Tiranë mund vinë emra shumë të njohur. Por duke qenë se ishte hera jone e parë, duke qenë se grupi ynë është grup të rinj, pra mosha jon mesatare është 26-27 vjeç, duke organizuar. Këtë tavolinë ashtu jemi. Po. Ne që kemi mendje. Dhe menduam që duke qenë se është edicioni i parë, ne do mundohemi që në të gjithë të gjën e madhe, ku kemi marrë të gjitha bizneset e mëdha, të japim mundësim të rinjve që të kenë mundësi për të promovuar dhe ta kenë si një CV shumë të mirë në pasaportën e tyre. Edhe prandaj shumica janë të rinj, por brezi im, juaj. I një të gjithë line-upin. Dhe nata e tretë, pastaj është që mund ta gjeni veten dhe ju të tjerës. Na marrë shqiat se ne gjejmë veten të treja netët. Hajde provoje që